Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemë bërë pas një kundërvlerë, pra s'kem kërkuar asgjë nga vetëvendosje. Deri tani kemë propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Shelimi, edhe Glau Konjufca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pas një kërkesë, pas një kusht, ne do t'i votojshim. Edhe për këtë edhe erdhem realisht në seancë me shpresë mos rastisht ka ndryshim. Se për këtë emri Zoti Limaj nuk kemë ndonjë qëndrim, pra s'kemë marrë një qëndrim të tillë. Na kemë përmend 3 emra që i japim votën. Ata kishin mujt me kry punën sot pas një borxh. Pra as i kanë borxh aleancës, as kemë kushte, as kemë kërkesa dhe nuk jemi s'do të jemi pjesë e një qeverisje kurti 3, angazhuar për qeverinë e opozitës, sa i përket kuvendit, nëse është kandidati unifikues e votohet. To janë ndihmësh, ju lutem. Ne kemi dhënë zgjidhje. Ata s'po e kanë votën për kuvend, ne ju kemi dhënë ndihmë. Ku japim ndihmë atyre, atyre Kosovës po japim ndihmë. Ne kemi vënë një veprim tjetër me ndihmu këtë gjendje, ju kemë drejtu gjykatës kushtetuese, ende s'kemi pra përgjigje. Në kapacitetin tonë si parti politike, në përgjegjësinë tonë, jemi të gatshëm pra të veprojmë spari, të votojmë një kandidat unifikues, dhe pas një borxh, pas një kusht, pas një kërkesë tjetër.